ata që janë si ne pak më në moshë ju kujtohet se në mes të viteve 90, tani më të shekullit të kaluar, Shqipëria pas hapjes kishte vendu një taks vizë, ndërsa shqiptarët jashtë atë dheut, të cilët gjithnjë kanë qenë më në numër se ata brenda saj, i kishte liruar nga kjo taks, por me një vërtetim se janë shqiptar. Ashtu ne shqiptarët e Maqedonisë atëherë improvizonim me do letra prej bashkësive lokale në për fshatra dhe qytete, sepse në esencë ishte banale dhe paradoksale se si të vërtetojnë se janë shqiptarët shqiptar edhe atë para Shqipërisë. Probleme kishin shqiptarët që vendoshin të vinin nga Evropa ose Amerika nëpërmjet detit dhe Shqipërisë, duke i hikur atëherë rrugëve problematike të ish Jugosllavisë. Ata nuk kishin letra dhe dokumente për të vërtetuar se janë shqiptar. Vjen ashtu me anije det dhe feribot një shqiptar i fshatrave të Pollogut nga Zvicra dhe pas krejt polemizimeve, debateve dhe peripecive, edhe i pagun krejt taksat dhe rishvetet e mundshme dhe kalon disi në për Shqipëri për në Maqedoni. Por i njëjti person ishte ndier shumë i ofenduar, i vjedhur dhe i sharë, sa që me të arritur në fshatrin e vet, merr një furgon me qira dhe ngarkon me punëtor nga Shqipëria që i ka taku aty, dhe shkon e i sparkon në kufi me dhunë. Punëtorët e huaj ishin habitur dhe nuk kanë ditur se çka ka ndodhur, po ashtu as njerëzit lokal ku këto të njëjtit kanë punuar me mëditje, por sigurisht më së shumti kufitarët në Shqipëri që as pak nuk kanë pas haberin se çka ka ndodhur dhe si ka ardhur deri tek kjo mas jo institucionale dhe proporcionale. Prandaj, ish diplomati dhe së shpejti besojmë ish ministri Ferit Hoxha, që shahu shqiptarët e Maqedonisë si diplomati karrierës duhej të na njihte më shumë dhe të dinte se ne shumë durojmë, ama nuk durojmë ofendimin dhe të shahmen prej brenda llojit. Do me thonë, nuk i durojmë të sharat që bëhen me gjuhën shqipe dhe prej shqiptarëve. Ose ka mund të pyes shokun intim që e ftojnë pa kur farë cilësie në cilësitë e liderit në për samite private në Tiranë, se çka i ka ndodhur prej kur ju tha shqiptarëve këtu hit Zagar, që atëherë nuk ka pa më ditë të bardhë. Dhe duhet të lutet Ferit Idioti që sa më shumë të ketë përgjigje institucionale, si kur ishte reagimi shkëlqyeshëm dhe i menjëhershëm i ministrit ton të ekonomisë, e të vazhdoj me reagimet zyrtare, duke e thirrur në ministri të jashtme ambasadorin e Shqipërisë për sqarime dhe të tjera praktika që bëhen nga bota dhe në botë. Kjo sepse krejt reagimet tjera jo institucionale që mund të i bëjnë shqiptarët e Maqedonisë janë shumë më të rënda. Nuk sheh mo ditë bardhë. Pyetni atë që na tha neve Zagar.